Sherin mes Nokës dhe Saljanit? Betejë midis vjetës dhe tres në Parti Demokratike. Tendenca për ndryshim, domosdoshmëria për ndryshim, ka një fillesë, natyrisht nuk do të ketë hapësirë. Gjithsesi të presim. Është një lëvizje në këndvështrimin tuaj apo thjesht le të themi mendime ndryshe? Është një frymë e cila jo e pat të materializuar në debatin midis të kalcifikuarve profesuar nga Noka dhe personave që kërkojnë jo thjesht rinovim. Gati rithemelim të Partisë Demokratike. Kërkon drejtimin? Duke qenë se në prill do zhvillohen edhe zgjedhjet? Nuk është çështje drejtimi. Pra të kuptojmë mirë, çështja në Partinë Demokratike nuk është çështje drejtimi më. Është çështje ndryshim radikal. Dhe kjo do t'i vijë, Saljani ta harroi që këtë lëvizje do ta bëjnë këshill atje në kryesi apo këshill kombëtar, ai në kryesi dhe këshill kombëtar bën një lëvizje për të qenë prezent në instanca. Por du të kuptojmë që me datën 14 shkurt të 91-shit, Partia Demokratike u ndërtua në skemë piramidale, 14 shkurt 91-shit. Kryesi, këshill kombëtar, këto ishin absolutisht të besuarit të Berishës dhe ishte e kot dëpërtoje për të afërsaj. E të futesh e brenda saj. Është njëjta situatë sot? Absolutisht njëjta situatë, po këtë ka mbajtur. 35 vjet Saliu këtë ka mbajtur. Ka prodhuar një parti demokratike që natyrisht është SPK, është tjetër që SPK, ka kryesinë e vogël që janë më besnikët, pastaj ka kryesinë tjetër që janë besnik, pastaj janë këshilli kombëtar që absolutisht janë besnik, dhe në vetvete këta formojnë një sekt, nuk bëjnë parti. Dhe çdo tentativë për të futur dhe për të bërë ndryshime në atë parti përfundon si Gramos Pashko. Fort. Gramos Pashko, kur doli në 92-shin me platformën e tija, që thore, po e shkatroni të Parti Demokratike. 92-shin si Gramos Pashko, apo në shëmostu për Gramos Pashko në 2007-ës? Mos i ngatrojmë gjërën ndu. 92-shin e Gramos Pashkos. Thash, kjo gjë që po shohim tani, është që në 14 shkurt të 91-shit, kur Partia Demokratike u uzurpua dhe që nga e ditë Partia Demokratike është uzurpuar. Armand, ke ndonjë mendim tjetër? Si shpjegon? Jo. A si lexon ato që ndodhen sot? Mendoj domethënë që me ato që ndodhen sot është fashit edhe ky debat i brendshëm Saljani, lëvizja e mthejt tash. Pra Saljani çka kishte për t'i thënë, i tha në mbledhjen e kryesisë. Normal, domethënë ato se ndalon asin në statutit, domethënë dali takoj simpatizantët. Por domethënë që themi tash domethënë që kjo është një frymë ngritur nga Saljani, që Saljani do bëj radikalizime, revolucione etj etj, më duket sikur e teprojmë pak. Saljani është një demokrat i mirë, operativ shumë i mirë, që synon një karrierë politike, që për mua kjo është krejt normale. Që synon vendin e Flamur Nokës. Jo të Sali Berishës, Flamur Nokës. Se ka artikuluar në asnjë moment. Pas e Flamur Nokës nuk ka artikuluar. I tha sot jep dorëheqjen, po aty rreth domosdoshmë. Dhe për mua domosdoshmë një parti politike që të kesh aspirata për karrierë është shkret normale. Saljani fundit ka bërë luftën e tij. Ai ka futur Dirama në Hamburg. Dhe i lindë drejta domethënë të aspiroj për karrierë, domosdoshmë deri këtu nuk shoh asgjë të keqe. Po bën lëvizje, po bën takime për unë për shembull e pash si paksa si jashtë kontekstit, sepse në një moment që opozita i kishte ngarkuar gjithë bateritë kundër Belinda Balligut dhe kundër aferës Tunit Llogaras, ai puti kafe dhe i foltore domethënë mes këtij debati. Dhe ju e pa domethënë që gjithë koha televizive pastaj ju adresu tek Saljani. Sepse dihet pazari tash domethënë.
Janë ca lloj media që atë presin, pra le këtë gjëmën që nga ardhën derë, të merri me këtë ahengun e vogël. E kam pyetur, kam pas Alianin në emision dhe e kam pyetur për këtë gjë dhe tha, skandalet e qeverisë janë të përditshme, i bie që ne të mos diskutojmë pasaj me një tjetrin, dhe ta lëmë qeverinë të vazhdojë. Problemi është Saliani, fjala vjen Saliani, para se të pinte kafen me ata që piu, 2 javë para ishte në Selit Berishës. Nuk u dëgjuar. Ishte në zyrë Berishës. Jam dëgjuar. Ishte në zyrë Berishës. As nuk paralajmojnë ai lëvizje, sepse edhe thunë valla, do të marroj kjo masi muaj janar, me fillim janar do të filloj lëvizjen, fjala vjen. Është më burnore. Nuk është lëvizje thjesht kur marri postin. Pa e paralajmëro, pa gjë, domethënë doli ditë bërram pim kafe. Ajo kafja domethënë më thanë ata që ishin aty nuk ishte diskutuar asgjë, domosë mora vesh çdo bash mediatike. Mas kafes filloi foltori etj. Vëmendje pastaj shkoi gjithë tek Saliani. Dhe unë pranë thash domethënë që me këtë që ndodhi sot, pra domethënë u patën edhe për plasjet e veta etj. Ky debat për mua është fashitur sepse dhe me Berishën Saliani s'pati as i moment për plasje. Pra që të themi tash ky revolucioni Saliani etj. Është diçka fantazmorike. Nuk do sjelli asgjë për të. Jo, nuk do sjelli, le të kandidojë, do vinë zgjedhjet prill, le të shkojë të marrë çfarë lloj posti dojë. Mund ta bënte këtë gjë edhe pa foltore, pa takime, pa Po mirë, dakord, domethënë ai ka filluar fushatën e vet fundja. Okej. Po kështu shkon? Kur nuk ka garë, themi pse s'ka garë, se nuk dua fare ti diskutoj dhe ti analizoj partitë e tjera me thënë drejtën. Gjithsesi ju jeni të interesuar, gjithsesi kemi lloj garë. Dua të them që kur nuk ka gari, i akuzojmë që nuk ka garë. Kur nis një farë gare, pastaj shqetësohemi dhe themi se është garë. Unë mendoj që përsa ko ka një gabim dhe Partia Demokratike e pranoi dhe kërkoi një ndjesë publike sa i takon situatës me avokatin e popullit. Ndjesa publike nuk mjafton. Ndjesa publike duhet shoqëruar me marrjen e përgjegjësive dhe zakonisht në politik marrja e përgjegjësisë është dorëheqja. Dikush duhet të dorëhiqet aty. Nëse e kanë gjetur. Unë për shembull dëgjova sot domosdoshmë që kishte ofruar dorëheqjen në Agron Gjekmarke. Në lidhje kryesie. Po nga të gjitha të dhënat sepse qysh tek domethënë nuk e di, po nga të gjitha të dhënat ka rezultuar që personi i cili ka kërkuar deputetëve që të firmosin për avokatin e popullit ka qenë sekretari i përgjithshëm. Jo, nuk ka qenë ai. Siç kanë thënë ata se ne nuk i dim, po nuk ka qenë, po e di edhe unë një deklaratë Sajmir Korreshit, por nuk ka qenë. Kush ka qenë? Flamur Noga. Tash kush ka qenë, kush ka qenë, domethënë është tjetër gjë. Jo, po diskutimi, o ka qenë ose ka qenë, nëse s'ka qenë ai, kush ka qenë? Flamur Noga, domethënë nuk ka qenë ai, që ka Vile Flamur Noga nuk e ka thënë dhe sot në kryesia, unë kam kundërshtuar çdo firmë që është hedhur për Endre Shaban. Po kush e ka thënë pra? Tash nuk e di se kush e ka thënë. Edhe ti ta dish këtë gjë, ne të mos ma thuash. Për shembull sot është akuzuar Saliani aty.